Aborti. Në Islam nuk ka vërejtje për kontracepcionin apo planifikimin e familjes që bëhet me pëlqimin e dyanshëm të bashkëshortëve. Nëse gruaja dhe burri dëshirojnë të mos kenë më fëmijë, ata mund të parandalojnë shtatzanin përmes hapave të parezikshme, injeksioneve dhe metodave të tjera kontraceptive. Por parandalimi i lindjes që veç ka zënë fill është i padëshirueshëm në Islam. Islami dëshiron që të shtohet numri i fëmijëve të pasuesve të tij. Kur qelizat mashkullore dhe femërore janë bashkuar për të formuar embrionin, kjo paraqet pikën fillestare të qenies njerëzore, kështu që abortimi i tij është i ndaluar në Islam. Edhe pse embrioni është një objekt i vogël, ai ka të drejtën e plot për ekzistencë. Është një ekzistencë që zhvillohet shpejt drejt formimit të qenies së plot njerëzore. Kjo krijesë e vogël kërkon nënën e saj që të sigurojë mjedisin e përshtatshëm për zhvillimin dhe ardhjen në këtë botë si një qenie e plot njerëzore. Nëse ndonjëri e parandalon formimin e një ekzistence të tillë, ai ka bërë një vrasje dhe kjo vepër do të jetë shkaktar për ndëshkimin e prindërve në ditën e gjykimit. Feja islame, që është ruajtëse të drejtave të gjithëve, ka ndaluar plotësisht abortimin dhe ndërprerjen e shtatzanisë. Ishaq ibn Ammari thot, e pyeta Imam Musa ibn Xhaferin se në rast se gruaja friksohet që të mbetet shtatzën, a lejoni të marrë medikamente që e shkaktojnë abortimin? Imami u përgjigj, jo, nuk mund të jap një leje të tillë. Transmetuesi hadithit pyeti prap cila është koha kur llogaritet se shtatzania është në fazën fillestare. Imami u përgjigj, zhvillimi i njeriut fillon me formimin e embrionit. Allahu në Kur'an thot: në ditën e gjykimit, prindërit do të pyeten, për çfarë faji keni mbytur fëmijët tuaj? Sure 81, ajetet 8 dhe 9. Abortimi i fetusit është një akt shumë amoral që Islami e ka ndaluar. Përveç kësaj, këto operacione janë tepër të rrezikshme për jetën dhe shëndetin e nënës. Doktor Pak Nagar, duke mbajtur fjalim në një seminar në lidhje me abortin, ka thënë: është vërtetuar se abortimet e zvogëlojnë moshën e gruas, gjithashtu hulumtimet shkencore kanë vërtetuar se abortimi shqetëson baraspeshën psikologjike të mendjes së gruas. Prej vitit 1951 deri në vitin 1953, sipas statistikave të qytetit të New Yorkut, 2601 gra kanë vdekur gjatë abortimit. Në 10 vitet e ardhshme, fatkeqësia e kësaj llogarie është shtuar në 42%, në Kili 39% e vdekjeve të grave ishin në llogari të abortit. Një shkak i nxitjes së zbatimit të abortit është varfëria. Disa prindër mbytjen e fëmijëve të pafajshëm e arsyetojnë me varfërinë e tyre. Nuk ka dyshim se shumë familje janë viktime varfërisë, po ashtu nuk ka dyshim se është mjaft vështirë mbajtja e familjes gjatë varfërisë. Islami nuk e pranon arsyetimin për abortimin e fëmijëve për shkak të kushteve të varfërisë dhe mjerimit. Në Kur'an Allahu thot: mos i mbysni fëmijët tuaj për shkak të frikës nga varfëria. Ne i furnizojmë ata dhe juve. Mbytja e fëmijëve është padyshim një mëkat i madh. Sure 17 ajeti 31. Kur fetusi veç është formuar, prindërit duhet të marrin guximin për të menduar se ka mundësi që ky fëmijë të bëhet ndonjë person i madh dhe ta nderojë familjen dhe shoqërinë. Ndoshta ky fëmijë mund të bëhet shkaktari i mbarvajtjes ekonomike të familjes dhe ata do të mund të shpëtojnë nga varfëria. Janë përmendur edhe arsyetime të tjera për abortim, sikur aktivitetet jashtë shtëpisë, përgjegjësitë zyrtare dhe se mjaft kanë fëmijë. Këto nuk janë arsyetime të vlefshme për lejimin e abortit nga ana e jurisprudencës islame dhe të mendjes praktike. Jo vetëm që aborti është i paligjshëm në sytë e Islamit, por është caktuar edhe ndëshkimi për këtë akt mëkatar që varet prej moshës së fetusit që është abortuar. Imam Sadiku thot: nëse fëmia e abortuar është në formën e embrionit, atëherë shpagesa e gjakut është e barabartë me 20 dinar prej ari. Nëse shtatzania ka zënë formën e copës së mishit, shpagesa e gjakut arrin 40 dinar prej ari. Nëse shtatzania ka arritur formën e mishit dhe të muzgës, shpagesa e gjakut do të jetë 60 dinar prej ari. Dhe nëse fetusit janë formuar eshtrat, shpagesa do të jetë 80 dinar prej ari. Nëse fetusi ka arritur formën njerëzore, shpagesa është 100 dinar prej ari. Nëse fëmia e abortuar është aq shumë i zhvilluar, madje edhe që e ka shpirtin brenda, atëherë ndëshkimi është një jetë njerëzore.
Zonja Asfar Al-Malu Kamili ka shkruar një poem të bukur në këtë temë. Fëmia I dobët I abortuar mu shfaq në ëndër dhe më tha, nëse e takon nënën time pyete atë, çfarë faji ka gjetur te unë që ka derdhur gjak pa nevojë? Unë isha duke jetuar qetë si fëmijë, pse ata urdhëruan mbytjen time? Ju I keni mprehur kthetra dhe dhëmbët tuaj dhe e keni ngjyrosur jakën tuaj me gjak. Unë isha mysafiri sapo ardhur te ju dhe nuk do t'ju shkaktoja ndonjë dëm. Mysafirët janë për t'i mirë pritur, jo për t'i mbytur. Ju e kishit brengën e shpenzimeve të mia dhe për këtë e keni shuar ekzistencën time. Nën, unë do t'a sillja furnizimin me vete, por sa keq që nuk besove në këtë, pëlqeve të mbash veten të lirë dhe të lëvizësh lirshëm në vend se të kujdesesh. Në këtë mënyrë vendose themelin për krim. Nëna për fëmijët të shpresa dhe me të kënaqen, sikur të mund të shikoja fytyrën tënde dhe të mbledhja lule nga kopshti yt I bukur, sikur të mund të pija qumësht nga gjiri yt dhe të lehtësoja pikëllimin tënd, sikur të mund të pija qumshtin dhe veshi im të dëgjonte zërin tënd. Mendoja se kur do ta dëgjosh qeshjen time do të rije afër meje në shtrat. Shpresoja se do të më çoje në shkollë dhe të më jepje mësimet për drejtësinë. Kur të kthehesha nga shkolla do të recitoja vjershat e çerdhës. Sikur të kisha arritur rinin atëherë ti do të kishe kuptuar vlerën time. Nëse arrin moshën e thyer, unë do të kisha ndihmuar. Tani unë jam në xhenet sikur një shpirt I pastër dhe vendi im është me hyrit. Tani duhet të pendohesh, ndoshta Allahu I mëshirshëm do të të fal. Afsar, kërkesa ime prej teje është që të bartësh këtë porositë të gjitha nënat.